Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Julka Asimen në episodin e radhës të podcast. Në këtë epizod, mysafire të radhës e kemi Dua Malazogun. Dua, faleminderit që gjete kohë me qenë pjesë e podcast tonë. Shumë faleminderit për ftesën. Atëherë Dua, ne njihemi më herët edhe siç e di, ti ke jetu në një vend tjetër në Kanadë më saktësisht, apo? Po. A mundesh me na tregu eksperiencën tone, dallimin, do me thonë, prej një shteti si Kanada, me shtetin ton në Kosovë, sa i përket trajtimit të qenve, me pronarës e ndacakë, se qysh trajtohen qenët, në çfarë mënyre, për shembull, qenët e ndacak, në çfarë mënyre trajtohen në shtete të evolume, në shtete përparimtare, çfarë metoda kanë në qasjen e tyne? Po, fillimisht në Kanadë, kur nuk e shani qenë në rrugë, se i kanë strukturat shumë të vjetra për mi këqyr kafshët mi çu në për strejmore, edhe shumë rrallë, ka nëj qenë pa pronar që është tu endë, e në atë moment që shet dikush qenin tu sile e thirin policinë. Po më duket që dallon shumë Kanada prej Kosovës, po njëjtën kohë e kemi edhe na po ballafaqohemi me një problem shumë të përhapur me kafshë ndacake. Po duhet me ditë edhe të njëjtën kohë që edhe në Kanadë ka probleme me kafshë. Neve na ka ra me qenë ndacak, e atje për shembull unë kam jetu në Toronto, kemi ekstrem problem me raccoons. Si New Yorki me pacova, ata e kanë problem me raccoons. Edhe, do me thonë, raccoons janë do kafshë që hinë në bërlag, i kanë do maska, si arusha t'vogla. Ama janë shumë cute. Ekstrem, shumë janë cute. Po ata mundin me të shky. Apo janë rrezik, do me thonë, për popullin. Janë rrezik se mundën me përhap tërbimin, mundën me përhap distemper, smundje tjera, mundën me luftu me kafshët shtëpiake, i mysin macat. Kështu që, po m'duket që shumë njerëz mendojnë që Kosova dhe Ballkani jemi tu ballafaqu me një problem që vetëm shtetet e varfuna mundën mu përballu. Po nuk është ishte vërtet se e kemi pa në Toronto sa paret kanë shku për mi menaxhu kafshët e egra. Do më thonë, na nuk jemi qysh edhe boa të panik, me qenë të ndacak, kur, si që ceke ti, ka vende tjera të botës që përballen me shumë a shumë probleme, si në këtë rast të raccoons. Kërkoj falje për publikun se nuk po e dim sakt emrin shqip, po dihet. Dihet. Në pamje të parë, ato kafshë janë shumë cute, kur i shohim në televizor, se te na po më duket nuk ka. Nuk ekziston. S'ka shans edhe shqyqyr. Shqyqyr s'ka. Se ish bërë ma ka, se te na nuk po mujnë mi menaxhu disa qenë ndacak, shumë trajtum, edhe do me thonë që janë të shumë të dashtën për shumicën e atyre që i trajtojnë mirë, po jo edhe ata që kanë qasje shumë të egër ndaj tyre, se siç dihet edhe njeri mundet me reagu në raste ndryshme kur ti i qasësh me shkelma, me gorë, asnjë njeri nuk duron e limon një kafshë e cila nuk e ka qasjen ose të mendumit se qysh mu sill, normal që ai sulman, kur ti i qasësh me një guri ose një shtagë ose shkelma, qysh te na veprojnë, ata normal që kanë mu vetë mbrojt. Normal. Atëherë, po, kjo është e re, so nëse pas na ndëgju, do me thonë që mundet me përhap një kafshë e tillë distemper. Po, kemi pa plot raste, kësi rakuna në për rrugë, si tu ecë, si të hamendën me uvreshin që janë smut. Edhe në atë moment i kemi thirrë këta animal control, edhe vishen mi marë, se i kanë ekipet e caktume për mu marë me kafsh, që mos mu njerëzit prej tëne. Po këto kafsh janë të egra, që ajo është dallimin mes qenve, qenët janë
që më thonë, janë manipulu edhe genetikisht që mu dasht për njerëzve. Po, me qenë ma të dashtën edhe ma shoqërus. Po, qashtu. Po, për gjithë ata që na ndjekin, distemper është një smundje e cila përhapet të qend, edhe është mirë që secili pronar i cili është me qen, me u kujdes për vaksinimin vjetor të qenit tyne, pasi që dihet që distemperi përhapet në ambientet ndryshme ku janë parqe të rrugët, të mjafton me urinu një qen ose me kalu andej, edhe ajo përhapet edhe të qeni i tyne, edhe që në shumicën e rasteve është fatale, përfundon me vdekje, me ngordhje. Unë kur e kam vaksinu qenin tem, duhet çdo vit gati për me ja përsërit ato, që me arrit atë imunizimin e plot, po i ka pas 9 smundje që i mbron, që ato 2-3 vaksina që ja kam bo, edhe qeni jem është ma në mosh, tash pi bën 10 vjet, mashallah. Mashallah. Po, asi nuk ka mendu fort, se edhe kanë atë shumë shtrejt me shku të veterinarit, të kushton një, po më duket se një $500. Një trajtim... Jo, veç vaksinat. Okay. Po, e këtu pi bjen në gjajshëm, me roga që i kemi këtu, pi bjen thëse jetu pagu 150. Po këtu i kemi vaksina shumë atë lira, kështu që një vaksinë është një 10-15 euro, e njerëzit pritojnë edhe që ato me bo. Po, në fakt nëse veç e kanë qenë dashën, ata duhet mas pari mi parandalu, se mandej edhe trajtimi, se ti nuk mundesh me lon qenin me ngordh veç ashtot, kështu që trajtimi të bot shumë fishi i asaj shumë e 15 euro, një trajtim për një qen me distemper e arrin 300-400 euro, po thëmë kushtimisht. Po, shumë e vërtet. Atëherë unë e di që ti e ki një qenë tondin, dhe qysh është mundësia, për shembull, kur del, e di që edhe ti ki eksperiencë në trajtim të qenëve, se vetëm je marrë me këtë pjesë ma herët, edhe qysh është mundësia kur del me qenin tënë, kur e dim që në disa lagje i ka njerëz që kujdesen për qenë të asaj lagje, të janë njës prej neve në lagjën tonë, se cili e kemi ne ose 2 qenë favorit në lagje, dhe e di që disa pronar me qenë të tyne kur vinë shkaktojnë kaos. E dim edhe një rast ka qenë u bo mediatike se qysh një vajzë me qenin e saj ka dalë, po vajza pa zero eksperiencë me qenin e saj ka dalë me shetit, kur kanë ardhë disa qenë ndacak, ajo prej mos kujdesit e ka lshu qenin e saj edhe ja kanë shkel veturat. Do më thonë, në gjithë faj ka ratë qenë të ndacak për deri sa pronari, sikur fëmin, ti nuk mundesh një vetur me fajsu që ta shkel fëmin për deri sa ti je në kujdes që ati fëmije, ti duhesh mu kujdes për që ati fëmije. Njëtë është edhe me qenë, kur ti e merë, ti duhesh me qenë kujdes ti, po ajo e ka lëshun rrugë dhe ja kanë shkel veturat, kështu që qysh kish me qenë qasja jote, ose qysh është qasja jote ndaj qenëve ndacak ose një qeni tjetër me pronar, kur ti del në qatë pjesë. Muj me të regu prej përvojës teme, unë me gjithë që e kam qenin gjigant, jam frigu shumë. Mos po rokën, mos po më thot dikush diçka prej mahallës, se unë jam e Prizrenit, aty e kanë pakës qasjen ma të ndryshme, njerëzit ndoshta frigohen ma shumë se këtu që frigohen Prishtinë prej qenëve. Edhe me të thënë drejtën më ka arë shumë mare, se unë disha atë se unë e pi tërheki tanë këta qenë. Nuk jam mësu, thjesht jam mësu me dalë me qenin tem, mos me pas hiq kurfar muhabeti me kërkon as njerëz, as me ardhë qenë me më përcjell. Po unë
duhet me ditë që është një farë kulture që hala nuk ka dëpërtu këtu në Kosovë, që une kër e ka marrë qenin tem në fillim, pronar tjerë kanë ardhë, si hoxha mu kanë gjujtë, me mësu qësh me trajtu qenin tem. E që ajo duhet me egzistu edhe këtu, po besoj që edhe këtu kam ja nisë mu bo, diçka që njerëzit vinë edhe të tregojnë përvojat e tyne, si që përbojmë që tash, po mendoj në përditshmëri ka njerëz që dalin në përparqe me qenë tyne. I lejnë shlirë, po duhet me ditë edhe çfarë qeni ki, nëse e ki tip si temin që ka qef me ik edhe mos me të ngu, duhet me majtë në lidhse, po qëto sende ti mësojnë pronar tjerë, duhet me pas një farë komuniteti me njerëz që kanë përvojë, se me thonë drejtën mos ta kisha pas qatë komunitet, me më thonë dikush, qeni jëtë pi hypë qenve tjerë edhe po bëhet dominant, ose qeni jëtë është ja hangër gjithkujt ushqimin, do vretje që në fillim, une mos të më kishën thonë, une veç e kisha lanë me vazhdu qenin që është, se nuk disha as une si pronar i ri, pronare e ri, që nuk ban qeni me bo që si vepra me këcy një njerë se i frigon, mi ja hangër ushqimin, sa piknike i ka prish qeni jem se kam lëshu që shtot në park. Po njëtën ko, këtu në Kosovë nuk kemi edhe vend ku mi lëshu qent. Ka me ardhë një ko që kanë me dasht njerëzit mi lëshu qent dika me naj vend që janë sigurt. Po këtu i kemi parë që të hapëna. Kështu që nuk e kisha fajsun 100% edhe atë grudë, se është shumë vështirë me ja hek energjin një qenit kur është i lidhën. Veç nëse ki litarin janë 100 metra, masë një mu marrë me ta. Po këtu nuk ka vende as ku mi që qent, nuk ka, edhe ka mu nevojit që kja punë, se ose ki me pas qësi probleme ku shkelin qent, edhe përzien me qenë ndacak, ose e di që kemi shumë presion në komunë për plot sende, po mendoj që duhet edhe ajo me qenë një farë investimi prej qytetit, nëse dojmë i pa pronart tu i majtë qent mirë, edhe tu mos i gjujtë në për rrugë, se po energjia e teprume, po se në fakt marrin qenë, edhe marrin vetëm për dëshira tyne momentale, do fotografi në Instagram, në Facebook, edhe lodhen prej qenit se qeni ka shumë nevoj për ecje, për me hargju energjin. Po flasim për gjitha llojet e qenve, po ma shumë edhe për qent me shtat ma të rritën. Ata kërkojnë shumë hapësirë, turnis prej qenit tem, nëse nuk e qëtë 2 orë spako me ecë, ka me fillu me shkatru çdo gjanë shpe. Tu ja fillu prej shtratit, prej gjithçka, kabla, kausha, gjithçka që ka gjenë, këpuca, çdo gjë që e gjenë, ai ka me shkatru, sepse nuk e ka hargju energjin që i duhet. Sepse nëse një qen nuk e hargjon energjin që e ka mrenda, është keq edhe për pronarin, normal për çdo damet, po edhe për to se ajo energji po e shkatroj ke qenin, domethënë që nuk e shpenzon. Atëherë dua edhe një diçka, ndoshta me trajtu si tim, për shembull, ti del me qenin tën, edhe kemi mu ndodh shumë shpesh, vinë fëmijët ose njerëz direkt në qenin tën pa të pyet, pa kur gjo për me prek. Edhe unë qent i kam pak as agresiv, që ashtu të vet janë njoni prej tyne sidomos, edhe vinë prind, i lshojnë fëmijët me ardhë me ta prek qenin. Po në ato momente qeni jam reagon shumë keq, edhe në shumicën e rasteve të në mi kafshu. Tash, është i vogël, po krijon dëm të madh. Do më thonë, e kafshan, ai fëmijë ka me mbet gjithmonë me trauma, edhe një pamje të frikshme ka me pas
ndaj qenve. Po. Edhe këtë ajo është për ja qëp të na që ekziston. Ai fëmijë ka me gjithmonë me trauma. Edhe për që ata thonë tonë konë e kom fobi se e akumulojnë qatë frikë njerëzit. Po, nështë për gjithë pronarët, kish me qenë pronarët, për gjithë njerëzit, do më thonë kish me qenë shumë mirë nëse nuk kanë qastje t'il ndaj qenve që i shohin rrugë, ose që nuk pysin, apo qa kishin këshilla jote në këtë rast? Për prindërt apo për Po, për prind. pronarët? Shumë pyetje mirë se une e kam qenin pak ma në mosh, edhe ai është ekspozu ekstrem në njerëz, në fëmijë, në qenë tjerë. E ka arrit një farë niveli qetësisë, shumë është qiller adin, po ka do momente që vjen naj fëmijë me prek me leta tu, edhe vesh ka qenë jem i zonën të marrë erë diçka edhe vesh qohet edhe më këqyrë kështut si qka e të bo. Do me thanë, pronarët e kanë qatë përgjithësi, nëse dikush është të afru, e kam vrejt që do njerëz shkojnë edhe bojnë jiu-jitsu edhe veç i dalin për para ati njerit. Edhe duhet mi mësu do sene që si lëvizje që nëse dikush me fjallë nuk merr vesh, ti duhesh veç mi dalë për para me qitë qenin anash. Edhe mi thanë stop priq aty larkë se ky mundet me t'kafshu, edhe s'ki qka tjetër me bo, njerëzit kanë ma ardhë, janë t'interesum. Ti pash fotot i ki qenë ekstrem si Arusha, si qëta, nuk po çuditna që po dojnë me arë me ti prek. Po, ama qasja e njerëzve duhet me unë ndryshu pak se unë e kuptoj që fëmijët kanë qef, mi prek qend, edhe ndjejnë një farë kënaqësie, po jo çdo herë prind duhet milion, ose duhet me pas, jo çdo herë duhet me pas fëmija qasje, me ardhë vetëm me prek qenin, pa kërku lejen e pronarit. Se mandej, veç kalon në fatalitet. Po, edhe prind duhen mi thanë fëmijëve, gjatë që pisho shumë prind, tu i eduku fëmijët, adin, ose prej s'largët, po thonë që qeni sa i mirë, ndoshta se qeni jam duket i rrezikshëm, po nuk e len me një herë mu afru, këtu në Prishtinë. Prizren hiq se hiq, ata e kalon rrugën, kur na shohin, po muj me paramendu nëse ki qenin e vogël lezetshëm, edhe këta qenë janë shpesh anksioz për shkak të botës rreth tyne që e kanë gjigante. Kështu që s'po ta fajsoj hiq qenin, po mendoj që edhe prind duhen mi thanë fëmijëve, po edhe përgjegjësi sociale, gjithkush duhet me marrë përsipër që përgjegjësi mi mësu njerëzit, kudo që mundën. Po, e gjatë që të na nuk është fort e shprehën. Kemi shumë, mendoj që kemi shumë një rrugë gjatë për njerëzit më socializu, për kujdesin edhe për sjelljen ndaj kafshëve. Atëherë dua unë falenderoj ty shumë që na jape këshillat edhe që ndave disa momente për neve në Radio Kosovë.